Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar miq, mirë se erdhët në Bota Report. Do të mbetemi tek lajmet ndërkombëtare pasi ka disa zhvillime, edhe lajme që në pamje të parë duken pozitive, por edhe lajme që tregojnë problemet e mëdha mes liderëve të botror të Perëndimit. Edhe njëherë Trump duket se është agresiv dhe ka sulmuar sërish Papën e Vatikanit, por edhe kryeministrin e Italisë Meloni, një prej aleatëve të thit të ngushtë në Europë pas Orbanit. Ndërkohë, Meloni është kundër përgjigjur me një iniciativë duke u bashkuar iniciativës të mëdhenjve të Europës si Macron dhe Merz për të drejtuar atë që mund të jetë një zgjidhje europiane për ngushticën e Hormuzit. Gjithsesi, lajmi mirë lidhet me atë që Trump i referohet faktit se lufta është gati duke përfunduar dhe jep pikërisht afatin e prillit si një mbyllje të konfliktit me Iranin. Për diskutuar për këtë tema, unë kam kënaqësinë të kem Ilir Aliajin, ekspert për marrëdhëniet ndërkombëtare. Përshëndetje, mirë se erdhe, Ilir. Unë ndërkohë do të para se të shohim kronikën se si po zhvillohen negociatat që duket se janë të heshtura, por ndoshta më frytëdhënëse se ato që u mbajtën në Islamabad. Çfarë do të thotë kjo fjali e presidentit amerikan Donald Trump se lufta është gati duke përfunduar? Unë uroj që t'jetë kështu, megjithse sot aktiviteti diplomatik vazhdon t'jetë shumë i lartë. Sot nga Teherani, dje ka arritur në Teheran dhe sot është larguar nga Teherani për në Washington, komandanti i përgjithshëm i forcave ushtarake të Pakistanit, i cili ka ofruar për Teheranin që mbrëm në darkë, armëpushimin i cili ju sapo e përmendet në Liban, dhe që mbrëm është ka thënë që do ndalojë armëpushimi, por kemi një skepticizëm, do thoja, unë nga pala iraniane. Një sekond, pse e lidhni atë që po ndodh në Liban me mënyrën se si do reagojë Irani? Po, sepse Irani e ka thënë që në momentin kur u bërë armëpushimi para 7 ditësh, kur ndolli, që duhet patjetër të ndalojë lufta edhe në Liban, sepse Hezbollah janë ato proxyt e Iranit, dhe Irani është përgjegjës pra për t'i futur ato në luft, pra i ka futur ato në luft. Dhe kjo është ajo, por ka dhe disa pikat të tjera që janë shumë të rëndësishme, në të cilat akoma nuk është gjetur një marrëveshje dhe është e vështirë me sa duket për t'u gjetur një marrëveshje, ku iranianët pretendojnë që të shkrihen ose të zhbllokohen fondet iraniane të bllokuara në 2018, pra edhe njëherë kur Shtetet e Bashkuara u larguan nga traktati që u bërë në 2015, dhe kjo nuk po ndodh dhe besoj që është e vështirë për të ndodhur, dhe në Iran ka një skepticizëm ndaj kësaj çështje. Okej, ndërkohë kemi dhe lajmet ndërkombëtare, mediat italiane La Repubblica shkruan pikërisht marrëveshja ose negociatat. Lufta është drejt fundit, i referohet pikërisht lajmit me cilën e kemi nisur emisionin, negociatat në distancë mes Washingtonit dhe Teheranit. Po, ndërkohë, le të ndjekim edhe një kronikë të përgatitur dhe më pas rikthehemi me Ilir Aliajin. Pikërisht duke referuar informacionit për Liban, edhe pse nuk është tema kryesore e emisionit, megjithatë lajmi i minutës fundit lidhet pikërisht me atë çfarë ka lajmëruar presidenti Trump, 10 ditë armëpushim mes Izraelit dhe Libanit, është media amerikane Axios që e bën të ditur. Ndërkohë, kthehemi edhe një herë tek ajo çfarë është kriza iraniane. Ilir, se duket ka një qetësi, për fat mirë nuk ka sulme me spalve, dhe duket sikur kjo qetësi po e çon çështjen drejt zgjidhjes. Sa e vërtetë është kjo? Për të mos krijuar iluzione në Shqipëri të paktën. Unë uroj që të jetë e vërtetë dhe shpresoj shumë që të jetë e vërtetë, por siç e thash edhe në përgjigjen e pyetjes së parë, janë disa çështje të cilat lidhen me problematikën që kanë ndër vite Irani me Shtetet e Bashkuara, por jo me Shtetet e Bashkuara në fakt, por me Izraelin, dhe këtu kemi për shembull pasurimin e uraniumit. Dhe siç është raportuar në takimin e parë në Islamabad, bisedat po shkonin shumë mirë, ishte një takim i ndodhur mas 47 vitesh, pra nuk ishte pas takim
të drejtë për drejtë, gjitha takimet janë bërë nëpërmjet të tretëve. Dhe në... Çdo thotë, ky takim ka qenë dy palësh, apo ka pasur edhe palë pakistaneze? Kanë qenë pakistanezët aty, por kanë qenë ballë për ballë dhe kanë folë, dhe sipas informacioneve të medias amerikane, New York Times, takimi ka qenë i ngrohtë, deri në një pikë kur J.D. Vance ka vendosur që të largohet. Arsyeja është shumë e thjeshtë, sipas për amerikanët kanë ofruar në tavolinë që Irani të ngri pasurimin e uraniumit për 20 vite. Më falë që du të bëj një... Jo, patjetër, nëse ke dhe detaje që mund mos i kemi përmendur gjatë këtyre... Është e rëndësishme. Çfarë u arrit në 2015-ën, Barack Obama, në atë kohë presidenti i Shtetet Bashkuara, ra dakord me Iranin që Irani të ngri 15 vite pasurimin e uraniumit. Tashmë, presidenti Trump do që të thojë që unë e kam bërë më mirë se Barack Obama. Këtë marrëveshje. Këtë marrëveshje dhe e kam nga 15 e kam dërguar në 20, sepse gjithë pyesin pse hyri Amerika në luftë. Në qartë. Pra, i duhet edhe një lloj justifikimi për imazhin e tij. Për të krijuar idenë që kjo marrëveshje e re mund të jetë më e mirë se ajo e Barack Obamas. Ndërkohë, iranianët nuk e pranuan këtë propozim? Iranianët nuk e kanë pranuar, kanë vendosur në tavolinë 5 vite. 5 vite. Që është më keq se sa marrëveshja e Obamas. Më keq. Dhe këtu është ajo çfarë nuk pranon pra presidenti Trump, dhe siç e thash është çbllokimi i fondeve iraniane, janë miliarda dollar në bankat e huaja, çbllokimi dhe çështja e Hormuzit. Çështja e Hormuzit në fakt po ta shikojmë është shumë e ndërlikuar si deri me 28 shkurt kur filloi lufta, iranianët dhe Omani kishin lejuar një korridor, por po të shikohet harta detare në Ngushtic, kishin lejuar një korridor në thojza ndërkombëtar, por faktikisht ai nuk ishte, sepse ishte në ujërat e Iranit dhe të Omanit. Pra, nga pikpamja po ta ndajmë gjeografikisht dhe me kufi, e kishin lejuar. Dhe gjithë ekspertët në Amerikë dhe kudo thonë që tashmë çështja e Ngushticës së Hormuzit është një çështje u rikthyesi çështje kur ajo nuk ishte çështje. Sepse ishte e lejuar dhe e zaruar si problematik. Çdo ditë kalonin në Ngushticën e Hormuzit 138 anije. Pra, nga cisternat e naftës deri tek anijet komerciale tjera që të patarifuara. Të patarifuara. Pra, njësoj si në ujëra ndërkombëtare. Është tërësisht e vërtet, por tashmë është rikthyer kjo çështje. Edhe një herë dhe Irani thotë po kalojnë në ujërat e mia, po kalojnë në ujërat e Omanit dhe duhen tarifuar, sepse ka dhe problemin, sipas një llogarie që ato kanë nxjerrë, është 270 miliard dollar dëmi i shkaktuar nga lufta. Po e drejta ndërkombëtare çfarë thotë Iliri? A ka të drejtë Irani ta pretendojë këtë taks? Shiko, kemi... Apo është pjesë e pazarit marrëveshjes? Është pak e ndërlikuar si çështje, sepse kemi në Ngushticën e kanalit Suezit paguhet një taks e vogël, nuk është një taks aq sa pretendon Irani. Në Ngushticën e Panamas është e njëjta gjë, ndërsa për shembull në ngushticat e detit të Zi që lidh detin e Zi kalon nëpërmjet Turqisë, nuk kemi, pra anijet nuk paguajnë taks, në Gibraltar nuk paguhet taks, pra është pak e ndërlikuar si çështje, por këtu duhet të rikthehemi edhe një herë, deri me datën 27 shkurt, ishte çdo gjë, ishte krejt në rregull, nuk kishte pretendime askush dhe ishte çdo gjë brenda normalitetit. Tashmë Irani pretendon sepse do të kompensoj humbjet. Ky është pretendimi i tij. Megjithatë, unë besoj që do gjehet një zgjidhje e mesme, besoj une, mes palëve për ta zgjidhur. Çështjet kryesore është çështja e pasurimit të uraniumit dhe çështja e Hormuzit, por jo vetëm, është edhe çështja e proksive. E qartë. Ndërkohë, unë do doja të ndaleshim tek ky lajm që vjen sërish nga media italiane dhe ka rëndësi sepse ka dy qasje, mendimin e regjisë shohim pikërisht, do kthehemi pak te sulmi që i bën Melonit dhe Papës pak më vonë, por përse përket Iranit, marrëveshje brenda prittit, thotë Trump, ndërkohë dërgon dhe 10.000 ushtar në rajon, në Gji. Çfarë është kjo lloj strategjie? Pra, edhe
ideja që po negociatat po përparojnë drejt një zgjidhje politike, por nga ana tjetër edhe dërgimi i trupave. Është doktrina Trump që në momentin që ka ardhur në pushtet, është paqe Ku janë, nëpërmjet ku po rrin këto trupa? Po janë të shpërndarë në fakt, nuk janë, sepse nuk mund, sepse duhet ta themi për telespektatorët që gjatë luftimeve, pra në 40 ditë, pothuajse 40 ditë luftime që ndodhen, 39 ditë fiks, Irani ka dëmtuar shumë baza amerikane në rajon. Dhe momentalisht ato po qëndrojnë në bazën San Diego, që është në ishullin, në Oqeanin Indian, që është një ishull britanik. Dhe janë të stacionuara atje. Janë të stacionuara edhe në Kret, janë të stacionuara pra në Kret tek baza amerikane në ishullin e Kretës, në Mesdhe, në pritje për t'u afruar. Por është e vështirë pra për t'u afruar shumë, sepse mund t'jenë objekt i goditjeve iraniane. Pra, është kjo teoria paqe nëpërmjet forcës, të cilën Trump e ka doktrinën e tij. Dhe deri në momentin e luftës me Iranin, kjo doktrinë ka sjell efikasitet. Ndërkohë, kthehemi pak tek krye lajmet, sidomos nga media italiane, dhe këtu dua një analizë pak më detajuar, Aliej, pse ky shpërthim, le të themi, sulmesh i kreut të Shtëpisë së Bardhë ndaj Papës, kryesisht më pas ndaj Melonit, mund ta diskutojmë edhe në aspektin e mungesës përkrahjes që Italia i dha, që nuk i dha SBA-s për sa i përket çështjes së Hormuzit, por pse ndaj Papës? Çfarë ka bërë Papa ose çfarë ka thënë Papa që ka alarmuar inatosur Donald Trump? Para se të shkojmë tek Papa, duhet, nëse më lejon, që të bëj pak një historik të shkurtër, se çfarë po ndodh brenda Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 3 priftëri shumë të lartë të kolegjit të priftrive katolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dalë me deklarata kundra luftës në Iran. Në ç'është periudhë? Apo tani? Tani, kur filloi lufta. Dhe kjo ka acaruar shumë presidentin amerikan, sepse sipas sondazheve që janë bërë për midterm-at që do jenë nëntor, ai do humbi edhe Senatin edhe Kongresin. Dhe kjo e ka acaruar sepse mendohet që një pjesë e madhe e votuesve katolik, të cilët, pra të krishterë katolik, të cilët ishin për krahas të tij gjatë fushatës së 2024-s, nuk do votojnë më për Partinë Republikane, por do po votojnë për Partinë Demokratike gjithmonë në Amerikë. Dhe kjo e ka acaruar së tepërmi presidentin amerikan, sepse ideja e tij është që kjo linjë të cilën po ndjek Selia e Shenjtë, pra Vatikani, është e lidhur direkt me politikën e Papa Leonit. Dhe ai nuk ka dashur që të sulmoj 3 priftërit atje, sepse është çështje e brendshme, pra është politike brendshme, dhe do ketë shumë kosto të mëdha, por ka sulmuar kreun e kishës katolike në Vatikan. Dhe kjo e ka acaruar shumë situatën, sepse ka qenë i menjëhershëm edhe reagimi i Papa Leonit, jo vetëm një ditë mbasi ai e ka thënë që është një njeri shumë i butë dhe që i toleron kriminalët, por edhe në vazhdim. Edhe sot, gjatë vizitës në Kamerun, Papa Leoni ka thënë që një grup tiranësh po mbajnë dhe po shkatrojnë globin. Pra, janë gjitha këto të cilat shkojnë kundra politikës brenda në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo besohet, pra sipas analistëve amerikan, kjo besohet që do sjell një tronditje shumë të madhe brenda elektoratit, por duhet ta theksojmë, ka sjell një përçarje shumë të madhe dhe brenda MAGA-s. Pra MAGA është Make America Great Again. Se këtu, sidomos leadershipi aktual i Shtetet Bashkuara të Amerikës i përket, kuptohet, besimit të krishterë, po është një tjetër deg që nuk është se janë shumë në harmoni me katolicizmin në botë. Mund t'jetë dhe kjo një lloj betejë besimesh në këtë që po ndodh? Jo, po ta shikojmë, këto janë diku tek 60 milion votues në Amerikë, të cilët i përkasin të krishterëve sionistë, evangelistë, pra që quhen. Dhe janë të krishterët katolik, edhe ato kanë një numër shumë të madh. Që nuk është se kanë shumë feeling, le ta themi, pra sigurisht i përkasin një besimi, por divergjencat janë të mëdha mes tyre. Po janë të mëdha, por sepse po ta shikojmë, për shembull, ju mund ta gjeni shumë lehtë
në YouTube, është ajo që është sekretarja e shtetit për besimet fetare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Paula White. Po ta shikoni atë, ajo s'ka të bëja s'pak me, janë një 2 video në YouTube, s'ka të bëja s'pak me krishtërimin, pra me doktrinën e krishterë, e cila është një doktrinë jo vetëm e besimit, por e doktrinë e paqes. Po ta shikojmë atë, po të shikojmë fotografit të cilet i ndanë vazhdimisht presidenti Trump, janë fotografi ku të gjithë luten për atë, pra është një fotografi është darka e fundit, pra një tjetër është që gjithë luten, kanë shkuar pastor të ndryshëm nga Shtetet Bashkuara për të lutur për presidentin. Pra janë foto e famshme e shtëpisë Bardh, ku gjithë luten për Trumpin. Po, prandaj të bëra këtë ndërhyrje, Ilir, nëse kemi të bëjmë edhe me një sulm mirëfillt ndaj Vatikanit që për herë të parë pash politikën italiane që u bashkua në mënyrë pa unanime në parlament, madje është një deklaratë shumë e fortë edhe ndaj sulmeve të Melonit, pati një mbështetje shumë të madhe dhe nga lidera e opozitës. Tirado ndonjëherë. Megjithatë, unë kam këtu lajmin kryesor që vjen sërish nga Italia, dihen marrëdhëniet e tensionuara ose jo marrëdhëniet mes Macron dhe Melonit, por duket se Trumpi po i bën bashk. Lëvizja anti-Trump e Melonit, samiti në Hormuz, mbi Hormuzi me Macron, Starmer dhe Merz. Ndërkohë, regjia pak më parë na mundsoi dhe hartën, me që e kërkove hartën Ilir, çfarë roli mund të ketë kjo është? Gjithë qendra, epiqendra e botës për momentin është pikërisht te kjo ngushtica e Hormuzit. Sepse aty kalojnë 20% e energjisë që prollohet, pra që konsumohet në botë, por nuk duhet ndalemi vetëm tek energjia. Është një element tjetër shumë i rëndësishëm. Në vendet e gjirit, është prodhimi më i madh i atyre që ne në Shqip i quajmë pesticide, pra për bujqësinë. Dhe prilli është momenti kur gjithë duan që të mbjellin, pra bujqësia ka nevojë. Duan lëndën e parë. Edhe kjo lëndë e parë është bllokuar? Po sigurisht, është bllokuar ngushtica dhe ato nuk është në gjithë vendet produkti pesticidet prodhohen nga hidrokarburet. Pra duke qenë këto vende, duke qenë të pasur... Sa përqind të prodhimit botëror kalon këtej, që do thotë bota do ta ketë... Pra gjithë këto, për të kthyer tek ajo çështja, tek titulli. Çfarë përkërkojnë europianët tani me Hormuz? Europa ka qenë rajoni më i goditur nga kjo luftë. Ne dim edhe pa filluar lufta, Italia për shembull, me qenë se është vendi fshinj që kemi marrëdhënie shumë të ngushta me ato, Italia ka qenë gjithmonë një vend që ka pas koston e energjisë shumë më të lartë se gjitha vendet e tjera të Europës. Imagjinojeni në këto momente kur është rritur me 30% ose edhe më shumë çmimi i hidrokarbureve, pra gazit dhe i naftës në tregjet ndërkombëtare, se sa goditet prodhimi italian. Dhe ky prodhim rrit koston, rrit inflacionin dhe rrit vështirësitë e jetesës për gjithë qytetarit italian. Prandaj, mos fundi ne shohim, pavarësisht divergjencat që ju i thatë mes Macron dhe Meloni, ato janë bashkuar për gjetë një zgjidhje. Po cila është pra zgjidhja? Se këtu duat një analizë për të qartë për publikun. Duket që Hormuzit paktën kontrollohet nga iranianët, por edhe amerikanët që kanë vendosur anijet në një pjesë tjetër të ngushticës. Këtu çfarë synojnë dhe çfarë duan europianët? Shiko, që në takimet e para që janë bërë disa dhe takime online edhe kryeministri unë ka marrë pjesë me kryeministrin britanik që organizuan, ato Europa doli me një deklaratë të përbashkët për të forcuar nismat diplomatike. Europa për momentin nuk është një forcë globale ushtarake, fatkeqësisht. Dhe vetëm diplomacia mund të eci përpara për të çuar ato objektivat europiane përpara. Europianët kanë pas edhe në marrëveshjet, sepse duhet kthehen pak tek marrëveshja 2015-s, kur u tërhoq Amerika, pra kur në termin e parë të presidentit Trump, 2016-2020, në 2018-ën, presidenti Trump tërhoqi Amerikën nga kjo marrëveshje me Iranin. U diskutua në atë kohë në Europë që Europa ta vazhdoj marrëveshjen me Iranin, të mos tërhiqet nga kjo marrëveshje.
Europa në atë moment u dërgua shumë e dobët dhe u tërhoq. Bashkë me Trump, po. Dhe tashmë ato janë pasojat e asaj tërheqje. Por në kësaj rrallë, me sa duket, Europa nuk do tërhiqet më dhe është një, si mas informacioneve që unë kam, nuk janë publike, Gjermanët, Francezët dhe Britanikët kanë dërguar emisaret e tyre tashmë janë në Iran, në Teheran, për të bërë marrëveshje lidhur me kalimin e anijeve të europiane. Sido që të shkoj marrëveshja Amerikë-Iran, ato duan që të ketë një marrëveshje direkt me Iranin. Nëse ju kujtohet në momentet kur ishte luftë dhe kishte bombardime, iranianet lejuan një anije franceze, një anije portugeze dhe i kërkuan Spanjës që në qoftë se doni të kaloni, jeni të lirë të kaloni, pa pagesa pra. Dhe kjo pra është ajo për cilën europianet po mundohen që të kenë një marrëveshje direkt me Iranin. Gjithsesi, ne jemi në ditët e fundit të armëpushimit prej 2 javësh, që do thot pas këtij armëpushimi, çfarë pritet të ndodhë, Ilir? Po flitet që do ketë një shtyrje të armëpushimi. Duhet të shohim, edhe sot Caroline White, zëdhënësja e Shtëpisë Bardhë, tha që ne po diskutohet, pra presidenti po diskuton shtyrjen e këtij armëpushimi dhe duhet të presim, të shohim dhe të presim. Siç e thash, ka skepticizëm, sidomos nga pala iraniane. Këtu duhet përmend që 2 herë në mes të negociatave Irani është sulmuar, vjet në qershor dhe si mjet në shkurt, pra është sulmuar. Dhe kjo i bën ato më skeptik ndaj kësaj, por më fal të lutem. Po, jo, patjetër. Për këtë arsye, Pakistani ka angazhuar jo vetëm kryeministrin dhe diplomacinë e saj, por edhe shefin e shtabit të ushtrisë, dhe ai sot është larguar nga Teherani me drejtim Washingtonin. Pra, gjithë çështja është te garancit. Pra, sepse Irani thot, ne bëjmë armëpushim, bëjmë një marrëveshje, por dua garanci. Që nuk do sulmohet. Që nuk do sulmohem. Ndërkohë, ja që thot presidenti Trump për Melonin, sulmi fundit i tij ndaj kryeministres italiane, mes meje dhe Georgiës nuk është më i njëjti raport. Pse u prishën të dy? Çfarë nuk bëri Italia që, le themi, nuk kënaqi në fakt kërkesat e SBA-s? Italia dhe gjithë Europa dolen dhe thanë që kjo nuk është lufta jonë. Ky është momenti kur ato presidenti u prishën. Tu thye raporti? Po, u thye. Dhe sot në konferencën e tij të shtypit, Pete Hegseth doli dhe tha, pra sekretari i luftës, doli dhe tha sulmoj vendet e NATO-s që nuk na kanë ndihmuar. Por sa për djeni të telespektatorëve, në ngushticën e Hormuzit tani ndodhet një anije ushtarake britanike e cila merret me çminimin e ngushticës. Ka filluar procesi? Po, sot ka filluar, ka arritur në ngushticë dhe ka filluar. Në Emiratet e Bashkuara, në Katar, në Kuvajt janë vendosur trupa ushtarake franko-britanike. Pra, ushtrit NATO-ja, vendet e NATO, se këto janë vendet e NATO, se akoma Gjermania nuk ka dalë si force madhe ushtarake, pavarësisht se mund dali pak më vonë, por këto dyja janë kryesorët. Ndërkohë dhe pyetja e fundit Ilir është intervista që ka dhënë pikërisht pasuesi i mbretit Pahlavi, mbretit iranian, kontaktet me Iranin, kam kontakte me Iranin, jam gati të kthehem pikërisht për t'i dhënë goditën e fundit regjimit. Tani pyetja ime është kush komandon sot në Iran? Kryetari i parlamentit, ministri i jashtëm, pasdaranët, kush është sot njeriu që komandon, apo dhe, le themi, djali i Ajatullahut, i cili për cilin nuk dihet gjë është gjallë apo jo, apo është në gjendje të shëndetshme apo jo? E japim dot një përgjigje sot? Normalisht atje ta bëj këtë pyetje sepse njerëzit që me drejt ju tha takimi shumë i rëndësishëm në Islamabad pas 47 vjetësh, 2 ishin figurat kryesore të regjimit iranian. Ishte kryetari i parlamentit dhe ministri i jashtëm. Mund të jenë këto figurat e reja nesër? Shiko, atje vetë sistemi është i ndarë. Pra është Ajatollahu, lideri suprem, i cili kontrollon çdo gjë nëpërmjet gardës revolucionare, pasdaranëve dhe kudzve, dhe sistemi tjetër ku është presidenti, ministri i jashtëm, kryetari i parlamentit dhe ushtria, pra se kanë dy tip ushtrish ato.
Dhe për momentin duket që Moshtaba Kameni vazhdon të jetë në detyrën e tij, pra simas informacioneve që vinë, shumë të pakta por vinë informacione, vazhdon të jetë në detyrën e tij, i është lënë këtyre tre njerëzve, pra presidentit Pekmesjan, Abaz Arakçi dhe kryetarit të parlamentit, që të jenë ftyra diplomatike e Iranit. Në kuadër me faktorën ndërkombëtar. Por, sepse edhe amerikanët kanë pranuar vetëm presidentin dhe ministrin e jashtëm, më vonë kanë shtuar edhe kryetarin e parlamentit. Por, si gjithmonë, atje pjesa kryesore, pra drejtimi është i Gardës Revolucionare. Dhe ky është një problem, sepse në opinionin tim, ne shohim që pavarësisht se janë vrarë liderët kryesor të Iranit, duke përfshirë edhe oficer shumë të lartë, general shumë të lartë të Gardës Revolucionare, po rritet brezi i ri, po rritet ky brezi i ri, pra që është tashmë që ka marrë detyrat, po rritet në luftë dhe i bën ato edhe më konservator se sa... Në këto kuadër, shanset e le themi... Reza Pahlavit. Sa janë sot? Janë afër zeros. Afër zeros. Edhe faktorën ndërkombëtar nuk është se i ka dhënë në një shtytje që ta marrë në... Ska, sepse po të shohim ditën e parë të luftës, ne shohim që u tha që jo pasurimit i uraniumit, jo programit të raketave balistike dhe ndryshim të regjimit. Sot tashmë nuk flitet për ndryshimin e regjimit. Flitet vetëm për pasurimin e uraniumit dhe po as për raketat balistike? Nuk flitet as për raketat. Ilir, të falenderoj për gjitha opinionin që ndatë me teleshikuesit tanë. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të bisedës. Besoj do mbetemi tek kjo temë edhe të hënën tjetër me një tjetër personazh. Deri atëherë bashkë, mirupafshim.